Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithë dhe unë jam Genta Dobra, do t'jemi së bashku në Shqipëri sot për të njohur dhe më zhvillimet më të rëndësishme deri më tani. Gjyqi për Sali Berishën dhe të pandehurit e tjerë të dosjes Partizani do të nisë më 30 qershor. Ish kryeministri është marrë nga SPAK i pandehur për korrupsion pasi akuzohet se ka favorizuar dhëndrin e tij në privatizimin e ish kompleksit Partizani. Për këtë çështje do të kem në një komunikim të drejtë për drejtë kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes, çfarë detajsh të reja në sjell? Atëherë është caktuar edhe seanca e parë që do të zhvillohet në gjykatën e posaçme ndaj ish kryeministrit Sali Berisha, që do të jetë data 30 qershor në orën 10. Trupa gjykuese e kryesuar nga Ilsa Ulliri ka vendosur pikërisht datën 30 dhjetor në orën 10 për nisjen e seancës së parë të procesit ndaj ish kryeministrit Berisha, dhëndrit të tij Jamar Maltezi, ndërtuesve Fatmir Bektashi e Xhimi Begeja, si dhe juristes Andja Postina, ku do të jenë pikërisht këta persona të cilët do të ulen në bankën e të akuzuarve, pasi prokuroria e posaçme i ka marrë të pandehur për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit parave në lidhje me dosjen për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Ka qenë më herët gjyqtarja e cila ka pranuar kërkesën, pra gjyqtarja paraprake Flojera Davidi, që ka pranuar edhe kërkesën e SPAK për kalimin e kësaj dosje për gjykim, dhe tashmë data 30 qershor është dhe seanca e parë ku do të shqyrtohet, po themi, procesi gjyqësor ndaj ish kryeministrit Berisha, i marrë i pandehur dhe ky i fundit me akuzën e korrupsionit, pasi dyshohet se ka favorizuar, pra dyshohet nga ana e prokurorisë së posaçme se ka favorizuar dhëndrin e tij Jamar Maltezi në privatizimin e pronës në ish kompleksin Partizani. Ermal Via, të falenderoj shumë për detajet që përcolla. Do të ecim me të tjera zhvillime. Forcat të shumta të policisë kanë mësyrë sot në mëngjesin e ditës së sotme në Malcinë e Krujës, por edhe në Nikël. ABC News ka mësuar se blut po ushtrojnë kontrolle lidhur me drogën apo edhe persona në kërkim. Kam në një komunikim të drejtë për drejtë kolegun Ervin Leka për të mësuar më shumë në lidhje me këtë çështje. Ervin, të përshëndes, ku janë përqendruar konkretisht kontrollet dhe për çfarë janë ushtruar? Genta, në fakt për disa javësh ne kemi hyrë edhe në fazën ku të paktën sipas autoriteteve bëhet mbjellja e kanabisit dhe si duket forcat Reneja, forcat e ndërhyrjes së shpejt, duke pasur një informacion me të paktën 2 lokacione ku dyshohet se është kultivuar lënë narkotike në zonën e Krujës dhe të Fushkrujes, kanë nisur kontrollet për asgjësimin, por edhe gjetjen e kësaj lënde narkotike. Kontrollet kanë nisur që në orët e para të mëngjesit, kryesisht do të jetë malësia e Krujës që do të bëhet një kontroll i imtësishëm për sa i përket edhe vendodhjes ku dyshohet se ka përfshirje edhe mbjellje të lëndës narkotike, por edhe personave që janë përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm, ndërsa një kontroll i dytë po bëhet në zonën e Niklës, por edhe në fshatrat përreth, në fshatin Dritas apo në fshatin Çerek, ku paktën sipas të dhënave ka dyshime se mund kemi të bëjmë me mbjellje të lëndës narkotike. Ende nuk ka një rezultat se çfarë është gjetur nga ana e kontrollit të Renejas, por në orët në vijim pritet që ky operacion të përfundojë për të bërë edhe një bilanc për sa i përket nëse ka apo jo edhe mbjellje të lëndës narkotike. Në fakt, vitet e fundit në zonën e Tiranës, por edhe në fshatrat e Krujës, në zonën pranë në Fushkruj, në Nikël dhe zonat të tjera përreth ka pasur një rënje të mbjelljes së kanabisit, duke pasur dhe kontrolle të herpashershme të policisë së shtetit dhe si duket pavarësisht kësaj, pavarësisht kontrolleve, mund të kemi edhe raste të tjera pra për sa i përket edhe kultivimit, ku ka sjell edhe këtë operacion më të fundit të policisë së shtetit. Ky operacion ndërkohë konsiston edhe tek personat në kërkim. Ervin, ka ndonjë emër konkret? Sigurisht që kontrollet po vijojnë për shkak se në zonën e Niklës, pra dyshohet se është vendodhja e shumë personave të kërkuar nga ana e policisë, që janë ato të fisit Bami, apo edhe përplasjeve që kanë pasur vazhdimisht dhe si bazë kanë pasur zonën e Niklës. Megjithatë, informacionet janë të pakta për sa i përket emrave konkret, për shkak se na është konfirmuar se operacioni konkretisht ka të bëjë me kontrollin e kanabisit, megjithëse gjatë këtij aksioni mund të ushtrohen edhe kontrolle si për persona që dyshohet pra që janë të përfshirë në kultivimin e kanabisit, por edhe në banesat e personave që janë në kërkim nga ana e policisë. Të falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë, Ervin Leka.
Ndërkohë policia arrestoi mbrëm në mesnat autorin e vrasjes së 65 vjeçarit Selim Versula, i cili u gjet pa shenja jete në një ar afër shtëpisë së tij në Zibër të Matit. Autori i krimit, Hasbi Versula, u kap në zonën e Alliasit në Tiranë. 32 vjeçari është kushëriri i viktimës dhe pas krimit ishte strehuar në banesën e të vëllait. Autori dyshohet se qolloi me thik 65 vjeçarin pas një grindje për motive të dobta duke i marrë jetën. Policia sekuestroi dhe armën e krimit të përdorur nga autori. Pas disa orësh, luftë me flakët zjarfiksit arritën të shuajnë zjarrin që ra në katin e parë të një pallati në Durrës. Flakët janë përhapur me shpejtësi duke shkaktuar panik dhe frikë mes banorëve të lagjës. Fatmirësisht nuk pati të lënduar. Në vendngjarje kanë bërritur forcat zjarfikse, të cilat kanë ndërhyrë në kohë për të vënë në kontroll flakët dhe për të shmangur përhapjen e mëtejshme të zjarrit në pjesë të tjera të ndërtesës apo objekteve përreth saj. Menjëherë pas zjarrit është bërë edhe evakuimi i banorëve të pallatit për të shmangur rrezikun. Situata ishte kritike deri në shuarin e flakëve, pasi në zonë ka depozita me hidrokarbure që shërben për kaldajat e pallatit. Zjarri dyshohet të ketë pasur shkak një shkëndijë elektrike. Shqipëria pritet të hedhë këtë muaj një tjetër hap në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, hapjen e negociatave për grup kapitullin e 4. Brukseli ka kërkuar nga qeveria shqiptare të paraqes pozicionin e saj negociues për këta kapituj para konferencës së 6 ndërqeveritare. Ata përfshin transportin, bujqësinë, energjinë dhe mbrojtjen e mjedisit. Këta janë ndër kapitujt e fundit që hapen me negocim me shpresën e Tiranës që të mbyllen brenda vitit 2027. Sinjale pozitive nga Brukseli. Komiteti i përfaqësuesve të përhershëm të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ka autorizuar presidencën polake që t'i kërkojë zyrtarisht Shqipërisë paraqitjen e pozicionit të saj negociues për grup kapitullin e 4, agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Këto grup kapituj përfshin politikën e transportit që synon përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë rrugore e kurudhore, sektorin e energjisë dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm dhe të përballueshëm me energji, mbrojtjen e mjedisit dhe përballimin e ndryshimeve klimatike përmes standardeve të larta të Bashkimit Evropian, rrjetet transevropiane dhe ndërlidhjen infrastrukturore të Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian, si pjesë e rëndësishme e korridoreve evropiane. Konferenca e 6 për këtë grup kapitull do të mbahet përgjatë këtij muaji, ndërkohë deri më tani janë çelur negociatat për themeloret, marrëdhëniet me jashtë, tregun e brendshëm, rritja dhe konkurrueshmëria e gjithëpërfshirëse. Ambicia e qeverisë është që Shqipëria të bëhet anëtare me drejtat plota brenda vitit 2030, por komisionerja për zgjerimin Marta Kos ka qenë optimiste për anëtarësimin e vendit tonë brenda vitit 2029. Në Fier janë shtuar pacientët me sëmundje të rënda të lëkurës. Ekspozimi në diell sipas mjekëve, por dhe mjedisin ndotur nga hidrokarburet është edhe shkaku kryesor i tyre. Do ndalemi më shumë te kjo çështje dhe do të shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, si paraqitet situata? Po, nëse do t'i referojmë shifrave të cilat unë i kam mundur t'i marë pikërisht në kuadër të këtij raportimi, duket se situata është shqetësuese. Jo vetëm sipas shifrave, por edhe nga ajo çfarë deklarojnë mjekët dermatologë, të cilët janë konkretisht 2, le të themi, në poliklinikën e Fierit që zhvillojnë apo presin pacientët nga i gjithë rajoni, sepse kemi të bëjmë me një poliklinikë e cila mbulon një numër të madh popullsie, jo vetëm për qarkun e Fierit, por edhe për qarqet përreth, në varësi të rekomandimeve që bëhen nga mjekët e familjes, është një situatë shqetësuese, sikur se thon dermatologët, dhe pikërisht tani në këtë periudhë ku kemi të bëjmë me temperatura të larta dhe me ekspozim të tepruar dhe të pambrojtur në diell, duket se rastet apo problematikat e rënda të sëmundjeve të lëkurës po shtohen. Janë mesatarisht 50 vizita ditore që zhvillohen në ditë, që zhvillohen në të dy le të themi klinikat e poliklinikës së Fierit të dermatologëve, dhe që nga këto 15% e rasteve duket se diagnostikohen me probleme të rënda të lëkurës dhe sëmundje tumorale të lëkurës. Kjo është një situatë që në fakt për mjekët është shqetësuese. Unë kam intervistuar mjekun Ermal Sina, mjek dermatolog, i cili bën apel në fakt dhe sqaron se çfarë duhet kemi kujdes
së pari pacientët me simptomat e para të shqetësimeve në lëkurë, veçanërisht tani në periudhën e nxehtë, por në përgjithësi në fier, duke qenë se ka probleme mjedisore, siç janë ato të shkaktuara nga teknologjia e dikushme e naftës, të trashëguara sot, por edhe nga ajo pjesë e vogël e teknologjisë naftënxjerrëse, e cila ka mbetur pas në kuptimin teknologjik dhe në kuptimin e mbrojtjes së mjedisit. Të falenderoj Valbona, ndërkohë do ndjekim edhe intervistën e zhvilluar me mjekun dermatolog në Fier Erma Alsina. Me ekspozimin në diell, gjithmonë janë më të shtuara, sidomos problemet alergjike, sëmundje të ndryshme infektive, por në mënyrë të veçantë që do t'i theksonim tepër në sëmundjet tumorale, kanceri i lëkurës, sidomos melanoma apo dhe kancere llojeve të tjera, duke u rritur ekspozimin në diell shtohet edhe përqindja e këtyre rasteve. Prandaj në mënyrë të veçantë këtu do ta fokusohen tek ekspozimin në diell, i cili nuk do të jetë pa kriter, sidomos do të kenë kujdes veçantë në periudhën e plazhit, pra kur shkojnë në plazh, që duhet patjetër përdorin kremat follombrojtës. Edhe gjithmonë me rekomandimin e mjekut dermatolog. Asnjëherë mos shkojmë marrim vetë krema në farmaci, por të janë edhe në bazë të llojit të lëkurës. Ndryshon dhe kremat që mund të merrem. Do vazhdojmë të mbetemi tek çështjet e shëndetit. Tensioni i lartë i gjakut është kthyer në një shqetësim edhe për moshat e reja. Në Lezhë mjekët kanë nisur një fushat ndërgjegjësuese dhe gjatë matjeve rastësore kanë zbuluar se pacientët të cilët nuk ishin ndieni për vlerat e larta të tensionit. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Gjergji Figuri për të mësuar më shumë detaj. Gjergj, të përshëndes, ku është përqendruar kjo fushat ndërgjegjësuese? Çfarë është konstatuar? Në fakt, fushata ndërgjegjësuese është përqendruar në qendër të qytetit, aty ku është edhe fluksi më i madh i lëvizjes së qytetarëve, dhe kjo në fakt për të ndërgjegjësuar ato që një matje thjesht e tensionit në fakt mund të ndikojë shumë pozitivisht në përmirësimin e shëndetit dhe kryesisht në kontrollin e hipertensionit. Në fakt, mjekët kanë konstatuar gjatë këtyre fushatave se edhe të rinj të moshës mbi 18 vjeç janë të prekur pikërisht nga hipertensioni pavarësisht se ata nuk kanë asnjë shfaqje të dukshme të sëmundjes, që bën të nevojshme që me një veprim shumë të lehtë, që është matja e tensionit, të mund të identifikosh një situatë problematike që mund të jetë me shëndetin e në kohë sigurisht për të ndërhyrë dhe për ta mbajtur në kontroll. Në fakt, fushata që sigurisht kishte në tendencë njerëz të rastësishëm që kalojnë, por që sigurisht ngjalli me njëri interesin e qytetarëve, në fakt është jo vetëm për të analizuar një situatë tek qytetarët, por për të kuptuar se dhe për të treguar qytetarëve se në fakt neglizhenca e tyre, dhe kjo është vënë re në fakt që qytetarët kanë një neglizhencë për të matur tensionin, që në fakt duket një element shumë i thjeshtë, por që në vetvete ka një ndikim shumë të dukshëm tek shëndeti i popullatës. Dhe për këtë arsye në fakt këto fushata jo vetëm që ka bërë gjetje dhe matje të cilat merren nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Lezhë dhe më pas trajtohen për fushata të tjera apo politika të ndryshme shëndetësore, në fakt ka bërë që qytetarët kuptojnë, duke identifikuar një situatë anomalie me shëndetin e tyre, në fakt kuptojnë që me një veprim të thjeshtë, posedimin e një matësi të tensionit mund të kontrollojnë në mënyrë periodike shëndetin e tyre, por sigurisht të bën ato protagonistë të parë të parandalimit dhe sigurisht kurimit më të mirë të sëmundjes së hipertensionit, por edhe një mori sëmundjesh të tjera që në fakt kanë lidhje. Për këtë arsye ne kemi kontaktuar edhe me Mirela Ndojnë, e cila është edhe përfaqësuese e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Lezhë, e cila ka shprehur pikërisht këtë situatë që kanë identifikuar në Lezhë, por sigurisht duke thënë edhe masat që lidhet edhe me stilin e verës, kryesisht për të moshuarit në temperaturat e larta që tashmë janë prezente. Le ta ndjekim së bashku, Gjergj.
Nëse masim bën një matje të thjesht rutinë, kapet një tendencë për hipertension, mund të mjekot në kohë dhe mund të kemi përmirësime të shëndetit të personit. Këshillat janë shumë të nevojshme, siç është matja e tensionit, dhe specifikisht ushqyerja e shëndetshme, që do të thotë eliminimi i kriprave, aktiviteti fizik, eliminimi i yndyrnave, janë disa këshilla të thjeshta të cilat mund të zbatohen për të përmirësuar shëndetin e popullatës. Gjergj, ndërkohë të flasim dhe për një çështje tjetër, një pushuese nga Kosova shpëtuar nga vërtetuesit e plazhit të Shëngjinit, çfarë ka ndodhur, si është gjendja e saj shëndetësore? Në fakt, vetëm pak minuta më parë, dy vërtetues në një plazh të Shëngjinit kanë identifikuar një të moshuar, e cila ishte një pushuese nga Kosova, e cila po rrezikohej të mbytej, duke se sigurisht futja e saj në det në një temperaturë shumë të lartë i ka krijuar asaj probleme shëndetësore dhe ka rrezikuar të mbytej, por që është identifikuar më njëherë nga vërtetuesit që kanë ndërhyrë më njëherë duke nxjerrë fillimisht në breg për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore, e sigurisht duke njoftuar edhe ambulancat dhe qendrat shëndetësore verore që janë ngritur tashmë edhe në zona turistike të Lezhës, pikërisht për të qenë në gatishmëri. Fatmirësisht e moshuara pas ndihmës së parë mjekësore është jashtë rrezikut për jetën, por në fakt kjo identifikon edhe sa nevojshme është pikërisht për të patur vërtetuesit e detit në çdo stacion plazhi si një mundësi për të parandaluar, por edhe për të asistuar në rastet të situatave problematike që mund të ketë rrezik me mbytjen e pushuesve dhe për këtë vit në fakt duke marrë në konsiderat sezonin veror vetëm nga qershori, ky është rasti i parë i një situate të tillë që fatmirësisht me ndërhyrjen e dy vërtetuesve të detit mundi të shpëtoi të moshuarin, por në fakt që rrisin edhe sigurinë për pushuesit e tjerë pasi impakton pozitivisht tek pushuesit e tjerë që ndjehen më të sigurt në Bregdet, ndërsa pranë tyre kanë edhe vërtetuesit e detit, ndaj dhe sigurisht edhe apeli që është adresuar, por edhe masat që janë marrë pikërisht edhe së fundmi përmes grupeve të organizuara dhe monitorimit të stacioneve të plazhit, është pikërisht fokusi tek pasja e vërtetuesve të plazhit në çdo stacion dhe sigurisht për të monitoruar prezencën e vazhdueshme të tyre dhe për të eliminuar çdo incident të mundshëm që mund të shfaqet me pushuesit në Bregdetin e Lezhës. Faleminderit Gjergj Figuri për raportimin e drejt për drejt. Faleminderit juve. Ndërkohë do të shkojmë me të tjera zhvillime, punishtet e artizanatit në Gjirokastër po tërheqin gjithnjë e më tepër të huaj që vizitojnë qytetin, ata kërkojnë të njihen me trashëgiminë kulturore dhe mënyrën e punimit të qendismave shqiptare. Për guida turistike, kjo është një mënyrë e mirë për të promovuar qytetin, njëkohësisht nxit edhe biznesin lokal. Në Gjirokastër do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Elidon Berberi për të folur më shumë në lidhje me këtë çështje. Elidon, të përshëndes, si është interesi i të huajve, kryesisht për artizanatin, por edhe për aseta apo gjërat të tjera që Gjirokastra ofron? Përshëndetje dhe tashmë dihet që Gjirokastra nga viti në vit ka arritur mjaft ndjeshëm numrin e vizitorëve dhe vendas apo edhe atyre të huaj të cilët njihen me trashëgiminë historike dhe kulturore që ofron qyteti i Gur, duke nisur nga qytetet antike, Kalaja Argjiro, e cila është destinacioni më i parë dhe më i vizitueshëm, muzet e kështu me radhë, po duket që gjatë kohëve të fundit kemi një interes të shtuar, sidomos nga turistët e huaj, të njihen edhe me artizanatin, edhe punimet të cilat kryen me dorë nga persona dhe shumë artizan që operojnë pranë zonës muzeale, duke filluar që nga ata të drugdhendjes të Gurit, edhe së fundmi edhe kjo e qendissarisë e cila ka një vëmendje dhe interes të shtuar gjatë kohëve të fundit, duke ju referuar tu pikërisht edhe fakti se shumë prej qendistarëve që janë në Gjirokastër prodhojnë, realizojnë jo vetëm ato elementet e imta që quhen për tavolina apo suvenire të ndryshëm, por edhe kostumet karakteristike të zonave të ndryshme të jugut, apo edhe më gjerë pikërisht në këtë kuadër një grup zonjash nga Izraeli të mbritura në qytetin e UNESCO-s kanë shfaqur interesin e tyre për të mësuar edhe teknikat mbi
realizimin e punimeve që kryen në qendrisarit e Gjirokastrës. Ato janë shprehur mjaft E shikojmë edhe nga planet në fakt, edhe interesi i turistëve të huaj për punishtet e artizanatit në qytetin e Gjirokastrës, i cili ka shumë për të ofruar në fakt për turistët. Po Elidon, nëse më dëgjon tani? Dhe një element i shtuar, si që thashë, shumë prej tyre janë edhe vetë artizane në shtetin izraelit, është fakti që ato nuk kanë punuar më parë me atë që quhet një element i rëndësishëm, të paktën për kostume tradicionale të Gjirokastrës, apo më gjithë pikërisht punimet me fije are, një teknik edhe një element ky i ri, të cilin ato po e mësojnë pikërisht nga mjeshtret duarta të Gjirokastrës, të cilat prej kohësh i kanë kushtuar një vëmendje të shtuar profesionit të tyre, që për fatë mirë është një trashëgimi edhe një pasuri mjaft e çmuar e vendit tonë, dhe po i rikthehet traditës së vjetër, duke sjellë një herazi jo vetëm mbrojtjen e traditës, kulturës, por edhe të trashëgimis kulturore etnografike, e cila është një pjesë edhe një pasuri mjaft e vyer e vendit tonë. Por si janë shprehur vetë këto turistët të huaj, unë ftoj të ndjekim së bashku. Hi everybody, I'm Michal Abissari. Unë jam Mihal nga Izraeli, punoj si artizane në të gjitha profilet e këtij zanati. Prej disa vitesh kryejmë ture të ndryshme ku pjesë është edhe Shqipëria, po ku ka më mirë se në Gjirokastër, mund të njihemi apo të na tregojnë teknikat e qëndisjes. E për më tepër, ato me fije ari, pjesë e rëndësishme dhe mjaft e bukur, edhe kostumeve tradicionale të zonave të ndryshme. Unë quhem Kelly dhe jam nga Izraeli. Kemi ardhur me një grup miq për të vizituar Shqipërinë dhe për të njohur më shumë rreth traditave. Në interesin tonë është edhe qëndistaria. Po mësojmë nga artizanët vendas dhe është një eksperiencë mrekullueshme, për më tepër kur jemi në një vend miqësor dhe me njerëz tepër të dashur. Ndërkohë Elidon, sezoni ka nisur tashmë, si është interesi i turistëve në gjithë qytetin e Gjirokastrës, si është fluksi i tyre? Në fakt, Gjirokastra nuk njeh sezon turistik, jo të paktën duke referuar edhe 2-3 viteve të fundit, pasi në qytetin e Gurës kemi një turizëm gjithëpërfshirës dhe tashmë prezenca e turistëve të huaj është jashtëzakonisht e shtuar, krahasuar kjo me të njëjtën në periudhë të paktën për vit më parë, ku deri në këto momente, që prej muajit janar kemi mbi 55.000 turistë të cilët kanë ardhur në Gjirokastrë dhe njihen me trashëgimin dhe çfarë ofron qyteti i Gurës. Në qoftë se do të kishim një statistikë sa i takon vitit të kaluar, Gjirokastra është vizituar nga rreth 650.000 turistë, pothuajse dyfishi i një viti më parë, dhe sigurisht që destinacioni, siç e thash, kryesor në sapo mbri në Gjirokastrë është Kështjella Argjiro, e cila edhe gjatë vitit të kaluar u cilësua në top listën e monumenteve historik më të vizituar jo vetëm në Gjirokastrë, por në të gjithë vendin tonë, pikërisht për atë çfarë ofron ky monument historik o kulturor, i cili është edhe balkoni, po them, i qytetit të Gurë, ndërkohë që pikërisht janë ka elementet të shtuar jo vetëm në qafën e pazarit, por edhe në pjesën e poshtme të qytetit, që duke parë këtë fluks të lartë të turistëve, të cilët sipas operatorëve turistik, por edhe pronotimeve që janë realizuar deri tani në ambientet akomoduese, pritet që edhe për të vit kemi një numër më të shtuar të turistëve, dhe kryesisht ata që dominojnë deri në këtë moment janë sërish turistët italianë dhe ata spanjoll. Elidon Berberit, falenderoj shumë për të gjitha detajet që përcolla. Do të shkojmë tani me një zhvillim të minutave të fundit. I rikthehemi sërish turizmit, është çelur prej disa ditësh tashmë edhe në Vlorë sezoni turistik. Qyteti përveç Bregdetit ofron për turistët edhe muzeet e qytetit, të cilat do të jenë të hapura edhe gjatë fundjavës, për të parë se si është interesi, si është fluksi i vizitorëve veçanërisht në muze. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Elton Nika. Elton, të përshëndes, si është interesi të huajve, sa do të qëndrojnë hapur muzeet e qytetit të Vlorës, si ka qenë fluksi në këtë fillim sezoni?
Në fakt, si që thamë, sezoni në Vlorë tash më ka nisur dhe ka nisur mjaft mirë. Kemi parë gjatë ditëve në dëmpashme turistë të cilët i drejtohen Bregdetit, zonave si qenë Sazan Karaburuni, por naturisht nuk mungojnë edhe turistë të cilët i drejtohen muzeve të qytetit të Vlorës. Prej muajit maj ka nisur në fakt një nëse mund të themi organizim ndryshe i muzeve të qytetit të Vlorës, jo vetëm Muzeu Kombëtar i Pavarësisë i cili njeh nga viti në vit rritje, por tashmë edhe Muzeu Historik, por edhe Muzeu Etnografik, të cilët janë dy muze të tjerë të cilët vizitohen mjaft nga turistët e huaj. Do të funksionojnë gjatë gjithë javës, pra nuk do të ketë më pushim, ndërkohë që dhe orari do të zgjatet edhe në mbasdite, natyrisht që do të qëndrojnë të hapur nëse në muze do të ketë akoma turistë edhe për te orarit të përcaktuar. Ashtu siç ka konfirmuar edhe përgjegjësi i muzeve të Vlorës, pra Muzeut Historik dhe Etnografik në qytetin e Vlorës, bëhet fjalë që edhe vetëm për muajin maj ka pas një rritje të konsiderueshme të turistëve krahasuar me vitin e shkuar, ndërsa pritet që ky numër të jetë edhe më i lartë gjatë periudhës në vijim gjatë sezonit turistik. Mbizotrojnë gjitha turistët italian, ata tashmë dihet që në Vlorë janë si shtëpinë e tyre, por nuk mungojnë edhe turistë nga shumë vende të tjera nga Europa dhe nga bota, të cilët kërkojnë të njihen gjithçka, të njihen me gjithçka referuar historisë së Vlorës, të njihen tek Muzeu Etnografik më pas edhe me kostumet popullore apo edhe mënyrën e jetesës në Vlorë apo edhe në rrethinat e Vlorës. Normalisht do të kemi muze të cilët do të funksionojnë gjatë gjithë sezonit turistik me orare të zgjatura dhe natyrisht kjo do të ndikojë edhe në rritjen e numrit të vizitorëve dhe të turistëve vendas apo edhe të huaj. Megjithatë mund të ndjekim në intervistën e përgjegjësit të muzeve në qytetin e Vlorës referuar pikërisht këtij fakti. Neve që nga fillimi i muajit maj me hapjen e sezonit turistik ne ndryshojmë edhe fashën orare. Muzet vizitojnë gati çdo ditë të javës, madje edhe të hënën nuk e kemi lënë pushim. Kemi bërë një grafik për të qenë hapur muzeu edhe ditën e hënë deri në orën 13 të mesditës, ne kemi ditë pushimi dhe është shtuar fasha e mbasdites nga ora 17 deri në orën 19 dhe nëse ka vizitorë edhe mbas orës 19. Gjithashtu ne kemi vendosur numrat e tanë të telefonave, të cilat edhe jashtë këtyre fashave orare, ne presim apo hapim muzet për të pritur vizitorë të ndryshëm që kanë interes për të vizituar muzeumet e qytetit të Vlorës. Kjo na ka shtuar së tepërmi numrin e vizitorëve dhe në bazë të statistikave që ne kemi, edhe për muajin që sapo mbyll muajin maj, neve kemi një rritje rreth 13 deri në 15% të numrit të vizitorëve, kryesisht të huaj, të cilët kanë vizituar muzet e qytetit të Vlorës, sepse nuk mund të themi se çdo kush që viziton Vlorën është pjesë e vizitave të Muzeut të Vlorës, por interesi i veçantë është kryesisht për Muzeun Etnografik, për parë traditën dhe ato elementë të traditës sonë të mënyrës së të jetuarit, por dhe etnogenezën tonë, siç janë elemente arkeologjisë apo statuja të ndryshme, elemente të stelave të varit apo të doshkrimeve të ndryshme të periudhave kohore që nga mesjeta apo antikiteti deri në ditët e sotme. Mirë ndoqëm së bashku përgjegjësin e muzeut në Bashkinë e Vlorës. Elton Nika, unë të falenderoj shumë për gjitha detajet që përcol. Faleminderit juve. Mirë, shkojmë tani te një zhvillim i minutave të fundit. Kolegji Zgjedhor ka rrëzuar dhe kërkesën e Ilir Ali Mehmetit për të legjitimuar si palë, duke vendosur pro vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Andon Kello për të mësuar më shumë detaje. Andon, të përshëndes, çfarë ka vendosur konkretisht Kolegji Zgjedhor? Po, loja e doktorëve në Partinë Demokratike mbaroi dhe së fundi zoti Ilir Ali Mehmeti, doktori i ri, është delegitimuar nga Kolegji Zgjedhor. Pra Kolegji Zgjedhor ka rrëzuar kandidatin Ilir Ali Mehmeti në kërkesën e tij për të kërkuar rinumërim votash në Tiranë. Kolegji Zgjedhor ka vendosur të njëjtën gjë siç ka vendosur e Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve, pra e ka delegitimuar si palë dhe nuk i ka marrë parasysh kërkesën e tij për rinumërim të votave në Tiranë. Është i njëjti vendim, sigurisht pala e Ilir Ali Mehmetit, përfaqësuesi i tij ligjor, avokati, pasi vetë kandidati nuk ka qenë i pranishëm, ka dalë kundra dy neneve të kodit zgjedhor, 124 dhe 145, që në fakt parashikojnë se ankimimin e realizon e kërkon vetëm subjekti zgjedhor politik dhe jo kandidati politik. Pra sipas përfaqësuesit ligjor, këto janë
në frym kundër kushtetutës, megjithatë kolegji zgjedhor, trupa gjykuese përbër prej 5 anëtarëve, nuk e ka pranuar këtë kërkesë të zotit Ali Mehmetit, ka pushuar çështjen dhe e ka delegjitimuar si palë. Por megjithatë, rinumërimi në Tiranë do të ndodhë sepse janë 2 anëtarë të Partisë Demokratike, të subjektit politik në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve, të cilët vendosën sipas parashikimeve të kodit zgjedhor të rjapin kutit në Tiranë dhe Tirana do të rinumërohet. Por, në rast se do të pranojë dhe legjitimohej si palë kandidati Ilir Ali Mehmeti, atëherë do japte rrugë një precedenti në të ardhme, në çdo zgjedhje të ardhshme, që dhe vetë kandidati të kërkonte rinumërim votash me një kërkesë të thjesht, por kjo nuk do të ndodhë. Megjithatë, për t'japur rrugë kësaj do duhet të bëhen ndryshime në kodin zgjedhor, të paktën sipas për nenet 124 dhe 145. Tashmë delegjitimohen edhe kandidatët e tjerë të cilët i drejtohen kolegjit zgjedhor, ashtu si Shkëlqim Shehu, i cili sot nuk u paraqit në seancën e parë për Kuksin për shkak të një raporti për një gjendje shëndetësore të pamundur të tij për t'u paraqitur, por edhe Iliriana Kuçana për Durrësin, ndërsa Ulon Kalaja, i cili seancën e fillon në orën 12, ka një kërkesë më specifike sepse kërkesën për rinumërim votash në Durrës e ka bërë një parti aleate e koalicionit Aleancës për Shqipërinë Madhështore, pra të Partisë Demokratike, e cila quhet Partia për Ballin Kombëtar Demokrat. Dhe do të shihet nëse kolegji zgjedhor do e legjitimoj këtë kërkesë të një partie aleate apo jo. Andon Kello, të falenderoj për të gjitha detajet që përcolla. Në ndërkohë kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni duke klikuar edhe në faqen tonë zyrtare abcnews.al, po ashtu informoni në korale në valët e radios në frekuencën 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, bash do të ndahemi.